sot pra sikurse edhe kryetarë tjerë të partive, diskutuam me presidentin, takimi ishte i ftuar nga presidentja. Tema ishte bllokada në kuvend, si me dalë nga kjo bllokadë. Edhe pas vendimit të gjykatës kushtetuese dhe zhvillimeve të fundit, pra presidentja ka shqetësim se pra koha po ecë shpejt, afati është 30 ditor. U interesu për pozicionin tonë, për mënyrën si ne mendojmë se mundet me dalë nga kjo gjendje, pra Kosova dhe parlamenti. Situata është bukur e rëndë se ne kemi shpresu që pas vendimit gjykatës do ta shfrytëzon mundësinë vetëvendosje me e kthy praktikën, pra me ndryshu praktikën e votimit, me kthy në votim të hapur, eventualisht edhe atër me kalu në kandidat, ai që i merr votat me kalu, e ne kemi shpresu që do të mërime të ndonjë kandidat konsensual që do të japshin votën. Kemi ngesë pra të ky komisioni që vërtet është një pozicioni gabum edhe në bazë rregullore, në kalumen, nderuam gazetar, për çdo ligj ose për çdo vot që nuk ka kalu, nuk është rikthyer në votim, e njëjta situatë pa ndonjë ndryshim. Pra edhe nëse ka pas mundit një grup puna, një komisiona, çka do të qoftë që ka dështuar në votim, nuk është rikthyje i pa plotësuar, i pa amandamentuar. Kjo insistimi i kryesuesit që prap me kthyje këtë çështjen e këtij komisioni për votim fshat, spari si ka marrë 2/3 kur ka kërkuar me u ndryshu praktika e votimit nga afër në të fshat. Kemi ngesë, nuk e di si do të dalim prej kësaj, pra nuk... Zotja Haradinaj, a ditni sot me një qëndrim ndryshe nga qëndrimi që keni pasur herët e kaluara pas takimit me presidentin? Ne qëndrimet i kemi dhënë me kujdes në mënyrë që ta ndihmojmë gjendjen. Pra nuk është se nuk kemi dhënë ndihmë, pra spari kemi kërkuar mu kthy praktika e votimit në mënyrë që të votojmë. Jo me marrë praktika e votimit që mos me votu, pra që këtë kthehet praktika e hapur e votimit, shpresojmë që do të votojmë. Pra, edhe për ata që nuk kemi vot, do të votojmë kundër, po për kandidat konsensual do të votojmë për. Pra kjo është përparësia dhe po shpresojmë që do të gjejmë një rrugë si mund kthyet e votimi i hapur, po kam dëgjuar që po punohet edhe për 2 kërkesa për gjykatën, pra për këtë çështjen e praktikës votimit. Gjykatën kushtetuese, po e keqja e kësaj është ato prap marrin kohë, e një koha po na ecë, pra po na shpenzohet. Një temë që u diskutu seriozisht është edhe çka ndodh pas 30 ditë. Pra unë po i ndëgjoj plot që po sqarojnë që spjegimet në kuadër të vendimit gjykatës, pra aty i referohet disa herë që nuk shkon vendin zgjedhje. Mirë po, një praktikë që unë e di edhe nga përvoja ime ligjore, si e ligjit vendore ndërkombëtar, sqarimet paraprakët të gjitha janë më pak fuqishme se sa pikat e vendimit. Për çdo gjë që është thonë në këtë dokument, kuptohet, nuk është pa vlerë, po nuk është më e fuqishme se pika e vendimit. Aty ku gjykata vendos që afati 30 ditor, tani ky është vendimi. Edhe me këtë rast gjykata e ka forcu shumë këtë 30 ditëshin, që i vjen që kam matutje, pra dhe kjo është një situatë e rëndë, po ta shohim bashkërisht. E falenderova presidenten, ju lutem, unë jam pjesë e opozitës, çdo iniciativë edhe çdo angazhim më të madh të kolegëve të mi opozitar, partive më të mëdha opozitare e shqyrtojmë. Pjesa jonë është dëshira me kthy në votim të hapur edhe me votu realisht. Një qartësi nga presidentja në lidhje me ato se si e lexon situatën, sidomos tani pas argumentimit të gjykatës. Presidentja nuk ka bërë interpretim të kësaj, sepse edhe nuk është detyra e saj. Mirë po ajo thashe duhet ta me ju drejtuar ajo gjykatës në rast se pra situata mbeten njëjtë në këtë 30 ditë nëse s'dim me gjetë zgjidhjen tash. Cila do të jetë sjellja e aleancës së Haradinaj pasi që keni thënë që duhet të ndërmerrni diçka që ta lëni këtë praktikë, do të keni ndonjë aksion ose diçka që të këtyre seancave të ardhshme apo thjesht do të prisni derisa të përfundojë në fund të caktuar dhe ka gjykata kushtetuese. Spari ka një situatë çuditshme, jo keni pa kryesuesi sillet në mënyrë arbitrare, zoti Dehari. Pra ja vetës drejt me ndrru praktikën e votimit jashtë rregullores,
Po, thot, rregullori as lejon me diskutu. Me lejet i ke ngrit një temë që s'ki unitet në parlament. Për shembull, ai thot, po kërkoj mu votu një komision që s'ka unitet në parlament. Atëre e drejta me thonë mendim, është edhe një mundësi, mund gjetë ai unitet, ai ndalon fjalën, kjo është një praktikë bukur e çuditshme. Nuk po doj me avancu shumë. Ka edhe shumë shqetësime tjera në konsultim me kolegët e partive opozitare, por nuk dëshirojmë me vepru të ndarë, jemi të shqyrtu edhe të gjitha çështjet tjera, mirë po një gjë ndryshon, nëse për shembull dikush drejtohet gjykatës kushtetuese, qoftë nga ne, qoftë nga pozita, edhe kërkon masë pritjeje. E gjykata mu i merr vendim me shkaktu një pritje, atëherë ndërhyn këtë 30 ditëshin. Po nëse s'ka një vendim gjykatës që ndal këtë 30 ditëshin, e 30 ditë është neshje e shifer edhe ato zhvillimet pas 30 ditëshit mund me qenë shumë dramatike, pra gjykata mund me na kthyn pikën zero, thosë që në baj gjedhëtish, dhe kjo është një situatë serioze. Për shembull, në ka raste që gjykata thotë se ata që janë zgjedh e kanë humbur mandatin e vet, se se kanë ushtruar funksionin, na bërgon parlamentin në tërësi. Këtë brez politik e çon shpe. Thot, nuk e keni kry detyrën, shkoni në shpe. A mund ngarkohet me vepra penale, pas edhe kjo është një ndër nëse s'respektohet atë gjykimi i gjykatës kushtetuese, pra thotë që kanë kryer vepra penale. Fito tani e drejta e deputetit e vendimet në parlamente ju i dini janë vendime që nuk i kafe e drejta penale, po janë vendimet e mandatit. Mirë po një legjislacion i cili se kryen funksioneve të konstruimit vetë dhe të krijimit të institucioneve, mundet me i hub funksionet e veta me një vendim gjykate. Pra, është reale. Gjetje kushtimisht e mandateve pas 30 ditëshit. A keni diskutuar këtë? Me thënë, kjo vetëm mendimi im, nuk është se kam ndonjë informat, po në bazë ligjit edhe kombëtar, në këtë rast po ndërkombëtar, kur një gjykate mbyll një afat kohor, nuk kalon një mënyrë tjetër me rihap. Pra, definitivisht unë mendoj se kjo veç ka ndohë. Pra, 30 ditë që e ka mbyll, e drejta jonë me u konstituoj është 30 ditë, kalon 30 ditë, na se kemi mo këtë drejtë. Ky parlament, kjo legjislaturë, këta deputet nuk e kanë mo. Po qartësisht, zotja Haradinaj ju thëtë që me presidentin keni bisedu se çka mund të ndodhë pas 30 ditëve në rast që në këtë fazë nuk bëhet konstituimi i legjislaturës në tërësi. Po s'ka kompetenca, nuk vendos presidentja dhe ne, pra gjykata do ta jap pasojën, mund ta precizon, por dikush do të ju drejtuë, kuptohet mu edhe na, grupet parlamentare, deputetët, po edhe presidentja, po me thonë edhe kështu mbyllja e afatit kohor, pa një mundësi me rinis, është bukur serioze, nuk e dija e kuptojnë gjithë, po 30 ditë janë pa mundësi me kërku 30 tjera, ose me rifillu disi, po vetëm e kam mbyll, po 30 ditë. Juristat e din që kush lehet një qelës, e din që ka të me thonë kjo, është funi. Faleminderit, Nelia. Faleminderit shumë.